Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një grua 32 vjeçe dhe pjesën më të madhe të jetës e kam kaluar jashtë shtetit. Prindrit e mi emigruan kur unë isha ende e re, kështu që jam rritur, kam mbaruar shkollën dhe kam punuar atje. Gati 25 vjet larg Shqipërisë më bën të mësohesha me një jetë krejt tjetër atje, edhe me rregullat e tjera, edhe me një ritëm të ndryshëm. Para 2 vitesh, kur u ktheva për disa javë pushime gjatë verës, zgjodha Bregdetin ton për të pushuar dhe aty krejt rastësisht njoha një djalë. Quhej Blerim dhe ishte në moshën time. U ulëm të pinim një kafe që ditën e parë që u takuam, e pastaj u takuam prap dhe biseda na eci shumë mirë. Ai ishte i sjellshëm dhe i qeshur. Gjatë atyre pushimeve ne u lidhem bashk. Pasi u ktheva jashtë shtetit, ne e mbajtëm lidhje në telefon, flisnim çdo ditë dhe pas një viti vendosëm që të martoheshim. Plani ishte shumë i thjeshtë. Ne do të bënim dasme në Shqipëri e unë do të nisja procedurat e dokumenteve për bashkim familjar, e pastaj do ta merrja Blerimin me vete për të jetuar dhe punuar andej. Por gjërat nuk shkuan sipas planit. Për shkak të disa vonesave tek zyrat e emigracionit dhe disa rregullave të reja, dosja jon u bllokua. E mora një avokat i cili më tha që duhet të prisnim të paktën një vit për të marrë një përgjigje që letrat të rregulloheshin plotësisht. Kështu që unë u detyrova të lija punën time jashtë shtetit dhe të rrija një vit në Shqipëri, në shtëpinë e Blerimit, ku ai banonte bashkë me prindrit e tij. Blerimi banonte në një shtëpi private, një shtëpi me një obor të gjerë të rrethuar me avlli, e ndërsa vjehri im ishte 55 vjeç, i cili ishte një njeri mjaft energjik që merrej me disa punë të vogla tregtie. Vjehrën e kisha infermiere dhe shpesh bënte edhe turnet e treta në ambulancën e qytetit, e ndërsa muajt e parë të martesës ishin vërtet të bukura. Blerimi qëndronte gjithë ditën me mua. Dilnim nga do, dilnim për shëtitje, shkonim në qytet dhe mbrëmjeve mblidheshim në salon duke parë televizor. Por siç ndodh shpesh, edhe atje edhe këtu në Shqipëri, kjo fazë fillestare kaloi. Blerimi filloi të mërzitej brenda në shtëpi. Shokët e tij të vjetër filluan ta merrnin në telefon pothuajse çdo pasdite. Në fillim dilte vetëm për kafe të shkurtëra, e pastaj filloi të rrinte deri vonë në darkë duke luajtur bilardo ose duke parë ndeshje futbolli me ta. Unë nuk kisha asnjë lloj xhelozie për Blerimin. Kisha besim të plot dhe nuk më pengonte që ai të rrinte me shoqërinë e tij. Problemi im i vetëm ishte frika. Unë isha rritur gjithë jetën në apartamente e nëpër pallate atje, me drita qyteti kudo dhe me fqenj që ishin ngjitur me derën tonë. Por shtëpia jon këtu në fshat, pra shtëpia e Blerimit, me trem të jashtëmase sapo vinte nata. Çdo zhurmë jashtë e çdo dek peme që fërkohej pas dritareve, apo edhe lehja e qeneve të lagjes me fusnin frikën. Kur vjehra ishte në turnin e natës dhe vjehri po ashtu dilte për të takuar miqtë e tij, shtëpia mbetej shumë e errët, por ishte shumë e frikshme për mua. Fillova t'i lutesha Blerimit që të mos më linte vetëm. Të lutem, i thoja, kur prindrit e tu nuk janë në shtëpi
mos del, por kur ti kesh ata në shtëpi, dil sa të duash. I thoja kur nuk janë ata, të lutem mos me lër vetëm, sepse nuk e përballoj dot frikën. Ai më dëgjonte, qeshte me mua e nuk me merrte fare seriozisht. Tashmë je nuse fshati, më thoshte burri im. Këtu nuk ka asnjë rrezik. Mbylle derën me çelës dhe rrije shiko filma, më thoshte ai. Dhe sa herë i binte telefonin nga shokët, ai visha i shpejt e ikte pa vrar fare mendjen për mua. Nga pamundësia për të qëndruar e vetme në atë shtëpi, unë gjeta një zgjidhje tjetër. Sa herë që Blerimi ikte, por edhe Vjehra ikte në punë, e unë isha vetëm, unë merrja në telefon Vjehrin. Blerimi iku prap, i thoja në telefon. A mund të vish ti të pakte në shtëpi, sepse por i vetëm dhe kam shumë frikë. Vjehri kthehej gjithmonë, e linte kafen e tij dhe vinte në shtëpi që të mos rria vetëm. E kjo gjë nuk ndodhi 1 apo 2 herë, por u bë zakon. E thira disa herë rresht brenda javës. E një mbrëmje, pasi e kisha marrë sërish në telefon dhe ai erdhi, u ul tek koltuku i tij në sallon e më tha që edhe unë të ulesha përballë tij, e ndërsa po me fliste me një zemër ndryshe se herëve të tjera. Na duhet të flasim diçka, më tha Vjehri. Po e mendoj këtë punë prej disa ditësh, më tha ai. Unë dyshoj se ti ke një pëlqim për mua, prandaj më thërret çdo herë kur mbetesh e vetme në shtëpi. Unë u shtan nga, më duk sikur me ra tavanin mbi kokë nga turpi. Fillova të flisja shpejt, që të mos e lija të vazhdonte e t'i shpjegoja situatën. Jo, i thash, nuk është e vërtet. Unë kam vërtet frikë të ri e vetme. Blerimi nuk me dëgjon, prandaj të thëras ty. Por ai tunte kokën dhe nuk i besonte fjalët e mia. Nuk të besoj që ke kaq frikë, më thaj, por do ta shohim. Nëse ke ndonjë pëlqim për mua, ti nuk do të rezistosh edhe me gjatë, më thaj. E ato fjalë më shkatruan çdo lloj qetësie. Në ditët në vazhdim, unë jetoja me një siklet të tmerrshëm. Nuk dija si të sillesha rreth tij. Kisha turp ta shikoja edhe kur hanim bok dhe kisha turp kur me fliste për gjërat e përditshme. Kisha frikë t'i flisja unë, sepse mendoja që ai do i keq kuptonte e do mendonte që unë e pëlqeja atë. Me kujtohej vazhdimisht ajo bisedë dhe fakti që ai dyshonte se unë e doja atë. E ky siklet i madh bëri që trupi im të reagonte, e sa herë që unë i shërbeja kafen apo i vendosa pjatën në tavolinë, mua me dridheshin duart, edhe unë e dija këtë gjë, por Vjehri nuk e la pa ma përmendur. Kur pa që dora po me dridhej, teksa i lija filxhanin e kafes, ai duke buzëqeshur më tha: Pranoja, tha, ti mbaron pas meje. E shoh vet se si të dridhen duart sa herë që jam pranë teje duke biseduar. Por se kuptoj pse e fshe, më tha Vjehri. Unë vetëm e mblidhja veten, ulesha në një karrige tjetër dhe nuk i ktheja fare. Mundohesha ta shmangja çdo lloj debati me te, sepse mendoja se do ta bëja situatën edhe më keq. Gjërat arriten në pikën e tyre një ditë në darkë, kur Vjehra kishte ikur në turnin e saj, e unë dhe Blerimi ishim në shtëpi, e ai po bëhej gati të dilte sërish. E pash që mori çelsat e makinës. Të lutem Blerim, rri sonte, i thashun. Mos me detyro të rri prap vetëm. Jam vonë, thaj, me presin shokët, dhe doli jashtë. Dera jashtë me u mbyll, e shtëpia u zhyt prap në atë qetësinë e saj dërmuese. E durova frigën për një gjysmore, e pastaj u dorëzova. Mora telefonin dhe i rash përsëri numrit të Vjehrit. I tha shkurt që isha vetëm, e ai nuk pyeti më shumë dhe erdhi.
Kur hyri në shtëpi, unë isha në këmbë afër dritares së sallonit, e ai mbylli derën e erdhi direkt te kon. Tani nuk ke se çfarë të më thuash më tha ai. E vërtetova atë që kam dyshuar për ty. Ti ke pëlqim për mua, prandaj më thirre prap. Përse nuk ma thua hapur? Unë heshta. Thuaje, thoshte ai. Thuaje se s'bëhet nami. Unë u përpoqa të flisja, hapa gojen dhe nisa t'i shpjegoja sërish për frigën time nga errësira, për faktin që doja thjesht dike në shtëpi, por shpjegimi im mbeti përgjysëm. Gjërsa po flisja, ai mu ofrua krejtësisht dhe me puthin e buzë. Ishte një veprim aq i shpejt dhe i papritur sa unë u bllokova. Për një moment nuk dija fare çfarë të bëja nga hutimi, nga sikleti i ditëve të fundit dhe nga gjitha ajo situatë absurde. Në mes të gjitha asaj rrëmuje, unë nuk e shtyva, vendosa ta pranoja të puthje dhe e putha edhe unë atë. Po putheshim të dy, e ndërsa vjehri me mbështolli me duar. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe. Pastaj vjehri me mbështolli me duar dhe më tha, eja pas meje. Unë e kapa për dore dhe ai po ecte para, edhe unë po ecja pas tij.